Horoskopi ditor e shtunë 8 nëntor 2025. Dashi. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë shumë e qëndrueshme gjatë kësaj dite. Do të merrni vendime të rëndësishme të cilat do të ndryshojnë për mirë jetën tuaj. Beqarët duhet të tregohen sa më të arsyeshëm dhe nuk duhet të nxitohen për asgjë. Në planin financiar do të keni disa vështirësi. Kujdes me çdo shpenzim që do të kryeni. Demi. Ditë mjaft e favorshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të mendoni vetëm për të dashuruar me njëri tjetrin dhe për të kaluar çaste të ngrohta. Se çfarë do të thonë të tjerët as që do t'ju interesoj as pak. Beqarët do të jenë të pafat dhe do të mbeten me statusin që kanë. Në planin financiar nuk do t'i zgjidhni dot të gjitha problemet që keni pasur. Binjakët. Do të jeni mjaft kërkues ndaj partnerit tuaj sot dhe atmosfera në jetën tuaj në çift mund të jetë e turbullt. Ata që kanë pasur mosmarrveshje të mëdha nuk do të arrijnë dot të zgjidhin asgjë. Beqarët do të ndihen gati për të filluar një histori dashurie. Mundësitë do të jetë të shumta. Në planin financiar do të jeni shumë të qartë për atë që duhet të bëni dhe do të merrni masa. Gaforia. Jeta juaj në çift nuk do të ketë asgjë të jashtëzakonshme sot. Bëni thjesht atë që ndjeni pa menduar për të nesërmen apo për të tjerët. Beqarët do të jenë të pavëmendshëm dhe nuk do të përfitojnë aq sa duhet nga ftesat që do t'ju bëhen. Në planin financiar do të bëni shumë gabime dhe situata do të përkeqësohet tej mase. Ju duhet patjetër ndihma e të afërmve. Luani. Të dashuruarit do të jenë sensual dhe gati për të bërë gjithçka për të mbajtur zgjuar zjarrin e pasionit. Dita do të jetë e mrekullueshme. Beqarët do të kenë më shumë fat se kur më parë dhe do të ndryshojnë më parë nga sa mendonin statusin e tyre. Buxhetin duhet ta menaxhoni me kujdes në mënyrë që gjendja të mbetet sa më e qëndrueshme. Virgjyresha. Ditë mjaft premtuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do t'i zgjidhni problemet e vogla dhe do të ndiheni më të qetë për t'u dashuruar ashtu si e ndjeni. Beqarët do të joshin pafund persona, por nuk do të arrijnë dot të ndryshojnë statusin e momentit. Financat do të jenë goxha të mira. Ka ardhur koha të bëni disa investime të rëndësishme dhe që janë e ardhmja juaj. Peshorja. Ditë pa asgjë të veçantë kjo e sotmja për të dashuruarit. Partneri nuk do të ketë shumë kohë të lirë për ta kaluar me ju dhe në disa momente do të mërzitet tej mase. Beqarët më mirë mos t'i pranojnë ftesat që do t'y bëhen sot, sepse ata persona do tallen dhe do t'i bëjnë të vuajnë. Financat do të dini t'i menaxhoni në mënyrë që gjendja të mbetet sa më e mirë. Akrepi. Ata që janë në një lidhje do të mendojnë si ta ndryshojnë rutinën dhe të përgatisin surpriza të njëpasnjëshme. Beqarët do të mund të realizojnë disa takime, por mund të fillojnë vetëm aventura kalimtare dhe asgjë më tepër se kaq. Në planin financiar do të jetë Jupiteri, ai që do t'ju qartësoj mendimet dhe do t'ju nxit të hidhni hapat e duhur. Shigjetari. Jeta juaj në çift do të marrë një kthes mjaft delikate gjatë kësaj dite. Do të konfliktoheni fort me partnerin tuaj dhe mund të ndërmerrni dhe vendime strikte. Beqarët do të joshen mjaft nga gjendja financiare e disa personave dhe mund të hedhin hapa të gabuara. Saturni do t'ju ndihmojë në planin financiar për të zgjidhur të gjitha problemet që keni pasur. Britsjapi. Duhet patjetër të ruani qetësinë sot në jetën tuaj në çift në mënyrë që gjërat të ecin ashtu si duhet. Do të keni disa sfida të vogla për të kaluar, por me mjaft maturi do t'ja dilni me sukses. Beqarët do të kërkojnë perfeksionin, prandaj do të mbeten sërish të vetmuar. Financat do të fillojnë dal nga dal të kenë përmirësime të vogla. Do të ndiheni të qetë kur të shpenzoni. Ujori. Jeta juaj në çift nuk do të ketë as pak probleme gjatë kësaj dite. Do të flisni hapur me partnerin dhe do të keni rrugë për gjithçka. Beqarët do të kenë një ditë plot ngjyra dhe të mbushur me takime të rëndësishme.
që sot e tutje shumë gjëra do të ndryshojnë për ta. Financat do të jenë më delikate se kur më parë. Tregohuni realist sepse mund të keni probleme. Peshqit. Ditë e mbushur me emocione dhe kënaqësi pafund kjo e sotmja për të dashuruarit. Pranë partnerit do të ndiheni të qetë dhe nuk do të keni as pak probleme. Beqarët do të realizojnë një takim vendimtar rreth orëve të mesditës. Bëjini syt 4. Situata financiare nuk do të ketë as pak ndryshime. Do të jeni të kujdesshëm me çdo shpenzim që do të kryeni.